Deputeti i Partisë Demokratike për Durrësin, Igli Cara, ka reaguar në rrjetet sociale kundër vendosjes së tarifave të parkimeve nga Bashkia e Qytetit, duke e cilësuar atë si një vendim absurd i Bashkisë së Durrësit. Cara është shprehur: "Pa shërbime, pa rrugë, pa parkime për residentët. Bashkia e Durrësit vendos të faturojë çdo për të parkuar automjetet. Praktika e parkimeve kundrejt pagesës nuk është e panjohur në botë. Por në Durrës ndodh çudia, shërbimet harrohen ndërsa taksat shtohen, pa konsultim me qytetarët, pa zgjidhje për problematikat dhe në kulmin e sezonit turistik. A nuk duhet të kishte përfunduar rruga e hyrjes së qytetit të Durrësit? Po trotuaret ku mund të rrëzohesh, po pusetat e hapura dhe gropat e harruara në rrugë e trotuare?" A është e moralshme që në këtë moment ku nuk i ke kryer shërbimet e duhura e qytetit ti vendosësh një taks ekstra? Se ky është një moment që kushdo që duhet të reflektojë. Në këtë moment kryetari i Bashkisë së Qytetit ta ndalojë për momentin, duhet që patjetër qytetarët e Durrësit të sqarohen, të bëjnë konsultime publike, të marrin mendimin e tyre dhe pastaj të kalojë në vendimarrje. Kursi sot po bëhet i pajetuar. Me të drejtë një qytetar më tha: "Këto dhe ajrin dhe oksigjenin do të na bëjnë me para." Dhe kjo po ndodh në Durrës. Çdo gjë është me pagesë, por shërbime nuk ka. Dhe kjo është një alarm i madh. Ku po shkojmë? Çfarë po ndodh me këtë vend? Çfarë po ndodh me këto që drejtojnë qytetin dhe bashkinë? Çfarë ndodh me ato që drejtojnë Shqipërinë? Të gjithë të marrin para nga qytetarët, por shërbime nuk japin për qytetarët. Dhe prandaj bëhet tjetër edhe një ndalo përpara se të marrësh vendime që janë në pasoja të rënda për gjithë qytetarët. Durrësi po bëhet ditës i pajetueshëm. Ky është realiteti me të cilin përballemi të gjithë, përfundon Cara.